Mungesa e vitaminës D shfaq këto 12 shenja. Mësojeni para se të jetë shumë vonë. Vitamina D është menduar vetëm për kockat dhe për dhëmbët, por gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në thithjen e magnezit dhe fosforit dhe forcon gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Parandalon sklerozën në shumë fisht, sëmundjet e syve, të zemrës, infeksionet bakteriale, virale dhe për më tepër. Mungesa e vitaminës D është shumë e përhapur sidomos në këto ditë. Shumica prej nesh vuajnë nga kjo, sidomos edhe për shkak të mos ekspozimit të duhur në rrezet e diellit. Mungesa e vitaminës D mund të shoqërohet me një sër problemesh dhe efektesh anësore për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prandaj përpiquni t'i vendosni veshin trupit tuaj për të kuptuar të gjitha shenjat e mundshme. Faktorët të cilët çojnë në mungesën e vitaminës D janë aktivitetet e kufizuara në natyrë, mungesa e diellit gjatë gjithë kohës dhe gjithashtu ushqimet e varfëra të cilat i konsumoni me shumicë. Në këtë video do të listojmë të gjitha shenjat kryesore që shfaqen edhe tregojnë për mungesën e kësaj vitamine dhe çfarë duhet të bëni dhe kur duhet t'i drejtoheni mjekut tuaj. Nëse vini re ndonjë prej këtyre shenjave, nxitoni dhe menjëherë adresoheni tek mjeku, pasi neglizhenca për një kohë të gjatë ndaj simptomave mund të sjellë edhe dëmtime të parikuperueshme. Muskujt e dobët dhe kockat të dobëta. Të gjithë e dimë se vitamina D është domosdoshme edhe për kockat, muskujt dhe për dhëmbët. Nëse keni kocka të ndjeshme dhe dhimbje të muskujve, mund të jenë gjithashtu shenjë se nuk po merrni mjaftueshëm nga këto vitamina, siç është edhe vitamina D, e cila cilësohet si vitamina e diellit. Ndaj mund të keni karcitje të kockave, muskuj të dobët dhe gjithashtu mund të pësoni më lehtë frakturat e tyre. Ndjenja të lodhjes dhe të depresionit. Nëse vazhdimisht ndjeheni të klodhur ose në depresion, atëherë kjo ka nevojë për një test edhe të vitaminës D. Studimet kanë zbuluar se gratë me nivele të ulta të vitaminës D kanë më shumë gjasa të ndjehen më të depresionuara dhe gjithashtu të kenë edhe probleme me trishtimin, sesa gratë të cilat kanë nivele të duhura të kësaj vitamine në trupin e tyre. Ndjeshmëria e madhe e dhimbjes mund të lidhet edhe me mungesën e kësaj vitamine. Njerëzit të cilët luftojnë me dhimbjet kronike shpesh kanë nivele jo të mira të vitaminës D në trupin e tyre, por vuajnë nga migrena kronike dhe mungesa e vitaminës D gjithashtu. Nëse vuani nga dhimbjet kronike, mund të mendoni se kjo vitamin mund të jetë një ndikues i drejtë për drejtë dhe bëni një konsult me mjekun për të kryer edhe analizat e duhura. Gjithashtu mungesa e vitaminës D në trupin tuaj mund të lidhet edhe me intjet. Njerëzit me nivele të ulta të vitaminës D kanë më shumë mundësi që të vuajnë nga intjet, skuqjet, gjithashtu edhe gjakderdhjet e trupit dhe të mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, problemet e presionit të lartë të gjakut mund të lidhen edhe me mungesën e kësaj vitamine të madhe. Mungesa e vitaminës D është shumë e rëndësishme për zemrën tuaj. Kur nuk merret në sasinë e duhur, atëherë kjo vitamin mund të rrisë rrezikun e hipertensionit. Hipertensioni e detyron më shumë zemrën tuaj që të punojë, duke rritur kështu riskun e goditjeve në tru dhe goditjeve në zemër. Ndaj, kjo mungesë e kësaj vitamine mund të shfaqet edhe me rritjen e presionit të lartë të gjakut. Lodhja dhe përgjumja pa arsye mund të lidhet edhe me këto shqetësime, citon studimi. Njerëzit me nivele të ulta të vitaminës D mungon energjia gjatë ditës dhe mund të kenë gjithashtu ndjeshmëri të vazhdueshme të lodhjes. Nëse edhe ju bëni pjesë në këtë kategori që ndjeheni mjaft të lodhur dhe të përgjumur gjatë ditës, kryeni një konsult me mjekun tuaj dhe bëni analizat e vitaminave për të parë se çfarë mungese mund të keni. Luhatit e theksuara të humorit mund të lidhen me mungesën e vitaminës D. Vitamina D luan një rol të mirë në prodhimin e serotoninës, ka një ndikim domethënës gjithashtu edhe në gjendjen tuaj shpirtërore dhe emocionale. Nëse jeni duke ndryshuar në mënyrë të pazakontë në humorin tuaj, kjo mund të jetë një arsye kryesore pse keni luhatje të kësaj vitamine.
Mbi pesha gjithashtu mund të jetë një arsye tjetër, përse shumë persona vuajnë nga mungesa e kësaj vitamine. Vitamina D është vitaminë e tretshme në yndyrë, e ruajtur gjithashtu edhe në qelizat tona dhe mund të ndikojë gjithashtu edhe në vështirësinë për të humbur kilogramet e tepërt. Ajo çon në rritjen e shpenzimeve të energjisë në mekanizma të humbjes së peshës. Studimet kanë raportuar vazhdimisht se një rrezik i shtuar i mungesës së kësaj vitamine mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të shëndetit tuaj për të humbur kilogramet e tepërt. Nëse prej kohësh përpiqeni të humbisni kilogramë të shtesë dhe nuk e arrini këtë, kjo mund të jetë edhe për shkak të mungesës së kësaj vitamine. Djersitje të mëdha në zonën e kokës mund të lidhen gjithashtu me mungesën e vitaminës D. Djersitje të tepërta në kokë janë një shenjë e zakonshme e hershme e mungesës së vitaminës D. Në fakt, mjekët zakonisht për këtë arsye pyesin nënat e reja për djersitjen e kokës të sapo lindurit. Vitamina D adekuate mund të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet e alergjive. Një studim i bërë mbi 6.000 individ tregoi se njerëzit me nivele të ulta të kësaj vitamine janë më të ndjeshëm ndaj alergjive. Nëse ju përmbushni edhe një nga këto sinjale, atëherë ka ardhur momenti që të kryeni konsultën me mjekun tuaj. Është e rëndësishme që të mos neglizhoni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur, pasi neglizhenca e shtuar e këtyre shenjave mund të krijojë probleme të pakthyeshme për shëndetin tuaj. Koha më e mirë për të qëndruar në rrezet e diellit për të marrë nivelet e duhura adekuate të kësaj vitamine është koha e mëngjesit dhe koha e pasdites, ku rrezet e diellit ultraviolet nuk janë shumë të dëmshme për organizmin. Kështu është e rëndësishme të pasuroni dietën tuaj. Nëse dobësia e muskujve lidhet për një kohë të gjatë me shëndetin tuaj, ka ardhur momenti që të kryeni analizat e duhura. Sipas një studimi, jo vetëm mungesa e vitaminës D mund të shkaktojë dobësi në muskuj, por edhe bazën e dhimbjeve kronike. Nëse vuani shpesh nga psoriaza, mund të jetë shkak i mungesës së kësaj vitamine. Psoriaza nuk shkaktohet drejt për së drejti nga mungesa e vitaminës D, por sipas studimeve të kryera nga Mayo Clinic, ato mungesa kanë edhe vështirësi në lëkurë dhe shkaktojnë skuqje dhe lupus që shfaqet edhe me psoriazë. Nëse vuani shpesh nga problemet kardiovaskulare dhe keni shenja të çuditshme, kryeni konsultën me mjekun, pasi mund të vuani nga këto shqetësime. Sëmundjet kardiovaskulare janë gjithmonë në rritje falë jetës së parregullt, gjithashtu edhe elementëve të dëmshëm të dietës jo të mirë ushqimore. Sipas studimeve, mungesa e vitaminës D gjithashtu mund të kontribuojë në rritjen e problemeve që mund të prekin shëndetin e zemrës. Nëse vuani shpesh nga depresioni, kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me krijimin e këtyre komplikacioneve të mungesës së vitaminës D. Depresioni po ashtu mund të jetë një shkaktar kryesor që mund të identifikojë shkaqet e mungesës së kësaj vitamine. Ai mund të kontribuojë në krijimin e problemeve të njëpasnjëshme. Prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe të mos neglizhoni shenjat dhe të paraqiteni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Një shenjë kryesore është edhe sëmureni ose vuani shpesh nga infeksionet e shpeshta. Një nga rolet kryesore të vitaminës D është të ndihmojë sistemin tuaj imunitar të qëndrojë më i fortë dhe i përgjegjshëm për të mbrojtur veten edhe kundër luhatjeve të temperaturave. Kjo mund të lidhet gjithashtu edhe me rënien e imunitetit. Nëse shpesh keni rënje të theksuara të imunitetit, kjo mund të vijë si pasojë e mungesës së kësaj vitamine. Nëse vëreni shenja të çuditshme të trupit tuaj të cilat nuk i keni parë më parë, adresoheni tek mjeku, merrni trajtimin e specializuar për t'i dhënë fund këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme të mos neglizhohet çështja juaj por të adresohet te specialisti, pasi mungesa e kësaj vitamine mund të shoqërohet gjithmonë me probleme të parikuperueshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.